Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam i thot bijës së vet, Fatimës: oj Fatime, çfarë të ndalon të thuash ja Hayyum ja Qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Që kjo dua është dua lutje madhështore, që do të thot: o i gjalli përgjithmonshëm, o mbikëqyrës i çdo gjëje, me mëshirën tënde kërkojnë ndihmë prej teje. Ma përmirëso gjendjen time dhe mos më lërë mua t'i mbështetëm vetes as sa lëvizja e syrit. Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam ja mësoi këtë lutje bijës Fatimës. Kjo dua bëhet pas namazit të mëngjesit sabahut dhe pas namazit të ikindis, në lutje të mëngjesit dhe të mbrëmjes. Andaj thuaje këtë dua, është dua madhështore. Ja Hayyum ja Qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ayn.